Ju përshëndes me të Super Sport me këto pame të drejt për drejta nga stadiumi flamurtar i qytetit të Vlorës, ku do të luhet ndeshja e fundit për sa takon prezantimeve të skuadrave në takimet e para çarit finale për Kupën e Shqipërisë në edicionin numër 64 dhe njëkohësisht ndeshja e parë për flamurtarin dhe Tiranën në vitin 2016. Hoxha me pasimin e dhënë në ground tjetër për Grecën, arrin të ndalë të mjaft mirë Greca me të majtë goditje qendrore. Ka kontrolluar pa vështirësi Edvan Bakaj. Smajli shkojmë me këtë top të lartë edhe në zonë dhe pas kjo tentative me njëshme e Elis Bakajt. I përgjigjet me të njëjtën gjuajtjen drejt portës e Tirana flamurtarit. Malaj shikoni këtë dalë mjaft mirë dhe Gjergj Muzaka ka një mundësi skuadra e Tiranës, po zhvendosën në qendër në ansore. Gjergj Muzaka duke humbur kohë, më pas është Bakaj provon në këtë goditje qendrore, ka ndalur. Që di pse Gjergj Muzaka nuk sulmon në qendër, kishte lënë mbrapa kundërshtarin. Por megjithatë ky ishte aksioni më i mirë deri në këto minuta në cilin flasim. Shkojmë pasimin dhënë në ekranin e djathtë, një mundësi mjaft e mirë Idris Zaj. Provoni goditjen më të majtën, por që përfundon shumë larg kuadrajt e portës. Shkojmë krosimin e lartë të zonë. Malaj vjen me fort goditja. Përfundon shumë pranë kuadrajt e portës. Kjo ishte një gjuajtje e rrezikshme drejt të portës. Topi lartë në zonë dhe më pas kjo ndryrje. Topi që është brenda vijë vizuese. Afro të Muzaka, topi që mbetet aty, vjen një tetë goditje forte. Krijohet iluzioni i goli. Por topi ka përfunduar jashtë. Karabeci, Bakaj, edhe dhe për Gilman Likën. Ball Çerkini. Gilman Lika me pasimin të dhënë për Bakaj, brenda zonës që di Bakaj, eviton ndryrën e portierit, ka i top të kthyer dhe pas ka mundësi 1-0. Realizon skuadra e Tiranës me Argjend Malajn në minutën e 87. Një aksion perfekt. Kombinimi Bakaj, Gilman Lika, vertikalizimi i Gilman Likës, triblimi i portierit nga Bakaj, pasimi drejt zonës së 5 metrës dhe ai që shoqëroi, ai që duhet të shoqëroi këtë aksion të mirë field të organizuar nga Tirana është Malaj, i cili shumë pastër brenda zonës së shënën. Vjen bevasishme kjo tentativë, por larg kuadratit të portës. Pikërisht në këtë çast vjen dhe sjellëzimi i kryesorit Bardhyl Pashaj, përfundon në Vlorë, flamurtari 0 Tirana 1. Fitoria e parë e një skuadre udhëtuese në takimet e para të finalit të këtij edicioni të Kupës së Shqipërisë dhe një rezultat që besoj e profilizon qartë skuadrën favorite për ndeshjen e kthimit në këtë çift.